Partia Demokratike nëpërmjet nënkryetarit të saj Edi Paloka në një deklaratë për shtyp ka kërkuar Edi Ramës të mos hesht për akuzat në lidhje me foton e presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Barack Obama. Partia Demokratike nëpërmjet nënkryetarit të Partisë Demokratike Edi Paloka në një deklaratë për shtyp ka kërkuar Edi Ramës që të mos hesht për akuzat me foton e presidentit të Shteteve të Bashkuar të Amerikës Barack Obama. Sipas Edi Palokës, heshtja është mënyra që zgjedhin fajtorët, ndërsa theksoi se përveç hetimit që po bën FBI, Rama ka konsumuar 3 vepra penale. Në vijim të denoncimit të tij, Paloka tha se ky nuk është nga ato skandale që Rama mendon se do e kaloj duke sulmuar opozitën apo mediat ndërkombëtare. Skandali i $80.000 për një foto me Obamën e pasqyroi Reuters dhe Zëri Amerikës, Rama tha se janë mediat paguara nga Partia Demokratike. Si mediat më prestigjioze ndërkombëtare kanë raportuar për krimin federal që po hetohet nga FBI. Rama vazhdon të hesht, nuk jep asnjë shpjegim dhe përkundrazi sulmon opozitën dhe mediat më në zë në botë. Përveç hetimit që po bën FBI, është e qartë se Rama kanë konsumuar 3 vepra penale edhe sipas ligjeve shqiptare, që janë ndikimi i palishëm, mosdeklarimi i pasurisë dhe pastrimi i parave.